3 vite më parë në lagjen 1 Maj në Vlorë përfundoi realizimi një projekti për rehabilitimin e bllokut të banimit. Rrugët dhe trotuarët u rehabilituan, teksa në zonë vendos po ashtu edhe ndriçimi rrugor, si dhe u mbollën pemët. Por pas përfundimit të projektit, janë banorët e lagjes 1 Maj ata të cilët evidentojnë një problematik, duke ngritur për Blu Televizion shqetësimin e tyre se projekti është realizuar në mënyrë abuzive. Sipas vetë banorëve të kësaj zone, për të përvetësuar sa më shumë fonde, shtyllat e ndriçimit, pemët apo sinjalistika rrugore vertikale janë vendosur të gjitha në të njëjtin vend në trotuar. E kjo gjë ka bërë që banorët të mos kenë mundësi ku të kalojnë. Po situata në trotuare kur kalojnë, trotuaret kanë pemët duhen për oksigjen. Kështu që edhe ja kalon andaj, kalon këtej. Pse? Në kem, nuk do kaloj me makina atje. Problemi kryesor, po me zigzake do bëhet. Një do bëhet, o do bëhet ajo, o do bëhen pemët. 2 nuk bëhen, po kështu, po ku do kështu ishte. Pse? Edhe jashtë shtetit, edhe në Greqi kam gje kaq kohë, të gjithë trotuaret janë me pemë. Po s'janë me rrepe, janë me portokalle të egra. Trotuaret janë më të vegjël. Në xhaden, mes xhades. Mes xhades, ku do kalosh? Ku ka mundësi të kalosh këtu, ja më thuaj mua aty. Pse thua atë? Shikoj atje, hidhen çik reklamën atje. Ta shikojnë. Ai ujë ka 3 muaj atje që del. Dëgjon? E tani çfarë thuash ku punohet me bashkinë? Nga aftësia e madhe që kemi në specialista në projektusa dhe në zbatusa. Shumë të mirë, idiotër. Dëgjoj, para 1 muaj këtu, i thyo 2 këmët njeri. Sepse, shiko, asnjë sinjalistik, asnjë gjë, këtu ne punojmë pa kokë. Këtu ne hedhim para, kanë bërë. Investimi është shumë i madh, nuk themi s'është. Por ama, që duam këtë investim kur rrezikohet jeta e njerëzve? Përse e duam? Orde, vëllai dashur, shikoj ti ku e ke. Ato pemët që kemi ata rrepet, se nuk kishim mall për rrepe, jo për portokale, për dafina e për gjëra. Kishim për rrepe në Vlorë. Këtu është një tubacion ujë i pishëm. Tani çfarë ndodh? Do të ndërpritet uji aty? Ka pompat njerëzit që thisin me pompa. Do thiset dhe ai ujrave të zezë atje dhe do e marrin qytetarët të pinë. Ne shtylla po ku do kalojnë ato mirë kanë bërë ato trotuar dhe ato pemë duhet se jep gjelbëri. Po unë është njerëzit me kujdes nash, pak nuk janë zënë nga klubet, nga lokalet. Ka vende në trotuar për kaluar njerëzit? Po për një po. Me zigzag. Po jo dyshe. Jo dyshe. Jo, dash ata planifikim masa si kanë bërë këtë bënin çik më poshtë të hapnin rrugën, po nash i duhet. Po pse bën? Ata i din ata. Kështu janë këto projekte, kështu bën ata. Ku kalon? Rrugë kalon ti për ditë. Ja këtu ja vëm lozën dominante, këtu do kalojmë. Jesh i rrezikuar. Po që ndjesh, nuk diskutohet ata se këtu ecën se janë dhe rrugë të drejta. Ecin pilotat e vdekjes. Opa. Do ishte mirë të kishe vend trotuar për të kaluar. Po, ishte shumë më mirë, po ata se menduan ashtu, e menduan kaq. Se si e kanë ata vetë ata projektuesat e kanë atë punë. Të paprecedent realizimin në të tillë mënyrë të një projekti e cilësojnë edhe të gjithë ata që vinë nga qytete të ndryshme për të kaluar disa ditë në Vlorë. Sipas tyre, kjo është metodologji e përdorur në rang vendi, por në Vlorë është realizuar në përmasa më të mëdha dhe abuzive. Më të gjera trotuaret. E kemi më të gjera neve. Ke parë ndonjë trotuar si në Vlorë si këtu? Jo, nuk kam parë. Ne kemi na 2 herë 2 fish në këto. Po ne jemi të veçantë. Po, them se po. Kalosh, ai hidh një sy mbas. Ne në Vlorë kemi edhe kështu për të kaluar biçik. Ne kemi edhe për të kaluar biçikletat. Biçikleta. Po, Fieri e ka. Ku kalon për shkakun tani? Ti ka ardhur nga Fieri, ka ardhur në Vlorë, tek miqt apo tek familja? Ja, te ky kam ardhur. Ja, me biçikleta këtu në mes për mes. Se ku do kalojmë aty në trotuar, nuk kalohet. Vjen sy kjo problematik. Kjo është Mos më bie këtyre që janë këtu venda, se unë rri 10 ditë, 15 ditë edhe iki. Ndjesh i rrezikuar ku kalon. Unë jo një, ky po ndjes. Jo them rreziku nga makina se ato. Kalojnë edhe këtu kalojnë shumë keq makinat. Veç atje te rruga atje, po edhe këtu nuk ka në siguri të madhe, edhe këtu vinë me shpejtësi se janë të shtruar me asfalt. Se bëjnë këto projekte kështu, kenoj mendim. Unë kam, se i vjedhin lekët. Po patjetër do i vjedhin. Duhet modeluar ndryshe ndoshta. Por e bëj edhe 1 metër më të gjatë jetë, më të gjarë. S'të kushton gjë. Po duhet të marrin të gjitha burrë, që nga i madhi fare e deri tek mua i vogli po t'jem unë këtu në Vlorë. Kjo mënyrë e realizimit të projekteve, ku brenda trotuarve vendosen pemë dhe shtylla ndriçimi,
si dhe tabela rrugësh, konstatohet edhe në disa lagje të tjera të qytetit të Vlorës.